100 makina mjelëse dhe 100 bidona u shpërndajnë për fermerët e komunës së Gjakovës, si dhe 10 komplete për qendrat grumbulluese të Gjakovës me pompa të kapacitetit 500 litra për orë, filtra dhe gypa të qumshtit me gjatësi 20 metra. Ajo çfarë ne synojmë është që në të gjitha sektorët e bujqësisë, në të ardhmen 50 deri në 70% do të rriten subvencionet deri në fund të mandatit. Dhe çka karakterizon këtë qeverisje është mos diskriminimi dhe gjithë përfshirja në ndarjen e subvencioneve, u shpreh kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Me bujqësi edhe në kuadër të qytetit ta ndjejë që në secilin rast të ndarjes subvencioneve kjo bëhet proporcionalisht, gjithmonë duke përfshirë vendimarrjen edhe tuaje. Komuna Gjakovës, si një komunë me potencial të madh në sektorin e bujqësisë, ka nevojë ende më tepër për investime. Ne do të jemi bashkë me donatorët, me qeverinë qendrore dhe gjithë të interesuarit që janë për të investuar në komunën e Gjakovës, që në vitin e ardhshëm gjithashtu vlera e këtyre donacioneve, vlera e subvencioneve që do të ndahen edhe nga ne të dyfishohet, por gjithmonë me pjesëmarrjen tuaj. Nuk duam që grandet ose subvencionet të cilat ipen të konsiderohen si të falura. Janë pjesë e mundit të angazhimit po dhe vizionit tuaj. Ky donacion pason premtimin që kemi dhënë para 2 muajsh gjithë fermerëve të Gjakovës, se do të vazhdojmë me donacione në gjithë komunën, tha drejtori për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural Bekim Ermeni. Atë premtim ne sot e mbajtëm dhe vazhduam në shpërndamin e maqinave mjelëse edhe për 100 fermerë shtesë. Kriteret të cilat i kemi vendosur për fermerët, përveç ndamjes proporcionale, kriter ka qenë që edhe për brenda rajonit përkatës minimumi që të përfitojnë çdo fshat i cili ka aplikuar për këto subvencione dhe normalisht të gjitha qendrat grumbulluese të cilat ekzistojnë në komunën tonë dhe janë në funksion, të gjitha kanë përfituar në këtë subvencion. Drejtori nuk la pa përmendur edhe kritikat bërë sektorit të bujqësisë nga përfaqësues të opozitës. Një herë u befasova për të mirë që diku ju kujtu të sektori bujqësisë, një sektor për cilin ne gjithë po flasim, po në njëjtën kohë u dëshprova për shkak se përgjegjësia fjalës publike është minimumi që duhet të respektohet. Brahim Zenuni dhe Zenun Gjemali ishin përfituesit e parë, të cilët thanë se ky donacion do të jetë një lehtësim për punën e tyre. Kam pas nevojë se kam një fermë timen, se kam 8 lop qumshit, kemë ndihmën e shkotën gjatë kë mielin e boj më të shpejt me to. Se dhe tash e kemi mielë në mënyrë me dorë, mekanike, e kjo është, si do kudo është, që shkurtohet të rari më i shkurtër. Kemi pas shumë nevojë për një maqinë mielëse dhe për çdo sant jemi, po do të na përkrojnë apet edhe jemi të mrinë sukseset tona dhe të na marru qethet, e të na dhënë mundësi të gjallënisë të punës të jetës. Vlera totale e projektit është 42.400 euro, ku komuna e Gjakovës ka marrë pjesë me 80% të mjeteve, ndërsa 20% kanë qenë kontribut i qendrave grumbulluese dhe fermerëve të Gjakovës.